si çdo herë që është festu, këtë radhë është festu me këngë patriotike, me këngë të fuqishme, me valle të fuqishme, edhe si simbolik kemi shpërnda normal, që shpërndahen plisa. Ajo është një simbolik, pavarësisht është e lirë, është e shtrejtë, është një simbolik për shqiptarët, edhe u prit shumë mirë nga publiku, edhe unë jam shumë i kënaqur. Kështu që pjesa e koncertit Mamutit s'kam çfarë të them, sepse ishte një jo koncert, ajo ishte në fakt u dasht koncertit bëhet në qendër, por ne s'kishim kohë edhe nuk na premtonte koha. Unë e diskutova këtë çështje për ta rregulluar dhe ta mbajmë si koncert në qendër, por e pam që kishte mundësi edhe shi të bjere, e kështu që u frigum nga koha dhe e mbajtëm në pallat. Po sidoqoftë, unë falenderoj shumë Zotin që nuk u ndodhi ndonjë eksces, se ka pas mbi 2500 veta. Shumë njerëz ka pas. Besoj shumë edhe nuk kanë pasur mundësi ndoshta të jenë pjesë. Bile kanë qenë edhe jashtë shumë njerëz, kështu që çfarë sa ka pas brenda ka pas edhe gjysmat jashtë. Po unë shpresoj që në të ardhmen do të rregullojmë edhe do ta bëjmë edhe një herë, nuk do të thotë që do bëjmë Tetov, do ta bëjmë edhe Shkup. Ju pyeta pas kamerave pse në Tetov. Në Tetov, sepse Mahmut Ferati është nga fshati Odri, edhe është një ndër artistët të cilët ka kultivu këngën pollogiane, edhe vetë dëshira ati ishte, sepse ai tha unë kam dashur ta bëj koncertin në Prishtinë, mirë po me shoqëni, me njerëz të cilët ka komuniku, kanë thënë jo, do ta bësh koncertin në Tetov, duke marrë parasysh që ky është tetovar, po sidoqoftë nuk do të thosë që ne bënëm Tetov, ne mund ta bëjmë edhe në Shkup, e të njëjtin koncert. Aty ka pas shumë këngëtarë të ndryshëm, Shirete Beluli, Shaqir Sërvadiku, Milaj Mezini, Elita 5, edhe ansambli shtetëror, kështu që njerëzit janë tetshëm për të dëgjuar këngë të bukura.